Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryem misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi jetës. Mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe 10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojmë çdo ditë për Krishtin. Rikthehemi në studio me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme në këtë të mërkur, dhe me mua në studio është bashkuar i ftuari për sot, unë e kam prezantuar edhe më herët, Pastor Shoni, i cili vjen nga Kisha Emanuel. Pastor, përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku në këtë javë shumë të veçantë. Faleminderit Kela, përshëndetje dhe mirësi gjeta. Ne sot do të flasim më tepër jo vetëm për ato përjetimet e tua personale mbi këtë javë të veçantë, mbi Pashkën, edhe për të përcjellë mesazhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur, por do të fokusohemi tek besnikëria dhe tek dashuria e Perëndis, të cilën e ka treguar përmes veprës së tij në kryq dhe jo vetëm. Prandaj Pashka është prova më e fuqishme e dashurisë dhe asaj që unë përmenda më sipër, besnikërisë së Perëndis kundrejt nesh. Si është ti këtë besnikëri të shpalosur në kryq dhe më pas me ringjalljen e Krishtit? Së pari le të fillojmë të mendojmë për vdekjen, për vrasjen. Kush do të vdes? Unë nuk dua të vdes, nuk është që ëndërroj të vdes një ditë. Askush nuk besoj, pikërisht edhe këtu dua të dal. Ose më keq të kryqëzohet, kush ka dëshirë të kryqëzohet? Asnjë. Është një ndër vdekjet më torturuese, po, më e keqe që ka ekzistuar ndonjëherë. Dhe ku dua të dal, Jezusi vetë luftoi me idenë e vdekjes. Ai vojti duke ditur që ai po shkonte te kryqi, që do kryqëzoheshe. Ju kujtohet lutjen e tij në kopshtin, ai çfarë thot? O Zot, po të jetë e mundur, hiq prej meje këtë kup. Po. Ai nuk, nga anën e tij njerëzore nuk deshte. Ishte luftë, ishte një tundim shumë i madh. Po çfarë thot më pas? Thot, jo vullneti im, vullneti yt. Po vullneti yt u baft. Dhe të vdesësh, dua të them, kur je i pafajshëm është akoma më e vështirë. Të kryqëzohesh kur je plotësisht i pafajshëm është një sfidë, një tundim tmerrsisht i madh. Por kjo është rruga e mbretërisë së qiellit. Është rruga që Jezusi mori gjithmonë, rruga e kryqit, që është sakrifica, që është vetmohimi, që është dashuria. Dhe në kryqin shikojmë sakrificë totale, shikojmë të kundërtën e egoizmit. Nuk kërkoj asgjë për veten e tij. Ai shkoi te kryqi për shkak të dashurisë që ka për ne. Jo se e meritonte, jo se donte me fjalën anën e tij njerëzore të kryqëzoheshe, jo. Se normale, kush do të vdes, kush do të kryqëzohet, asnjë. Pa ai shkoi për shkak të dashurisë së madhe që ai ka për të gjithë njerëzimin. Jezusi jetoi si pas asaj që tha në Gjoni. Gjoni, ju e keni dëgjuar, jam i bindur. Jezusi thot, ky është udhërimi im. Duajeni njëri tjetrin ashtu siç ju desha unë ju. Nuk ka dashuri më të madhe se sa t'i japësh jetën për miqt. Dhe pikërisht këtë bëri Krishtin, ai vdiq. Ai dha jetën e tij për ne dhe në këtë shohim një besnikëri të pakrahasuar, një dashuri të pakrahasuar. Pra, në vdekjen, në ringjalljen e Krishtit, shohim besnikërinë dhe bindjen e tij ndaj Atit, ndaj vullnetin e Atit,
por dhe dashurisë e tij për gjithë njerëzimin, sepse ai shkoi për ne, nuk shkoi për veten e tij. Jezusi shkoi në kryq për shkak të dashurisë, këtë duhet të mbajmë mend. Duhet të kujtojmë që ai shkoi për ne, nuk shkoi për veten e tij. Nuk shkoi për të qetësuar zemërimin e Perëndis, ai shkoi për shkak të dashurisë që ne të jetojmë, të mos vdesim. Ai vdiq në vendin tonë. A ka dashuri më të madhe se kaq? Jo. Nuk besoj. Në fakt në shkrim Perëndia quhet shpesh besnik dhe i vërtet. Prandaj çfarë do thotë kjo në një botë ku shumë gjëra na lëkundin, na zgënjejnë, shumë njerëz, por edhe ne jemi egoist në momente të ndryshme. Po. Do ta përsëri shumë këtë idenë sot, por ideja është që ne shpesh herë krahasojmë Perëndin me veten tonë. Ne mendojmë që ai duhet jetë si ne, ose është si ne më saktë. Ose është si dikuj tjetër që ne kemi si idhull në jetë. Që mendojmë që është i plotësuar, i përsosur. Po nuk është. Nuk është fare si ne. U bën njeri si ne, por ishte njeri i përsosur. Nuk kishte fajin, nuk kishte egoizmi, nuk kishte asnjë tmet në veten e tij kur u mishëruar, kur u bë si ne. Dhe këtë duhet të mbajmë mend që Perëndia Jezusi është plotësisht i mirë dhe i përsosur. Që do të thotë nuk në asnjë moment, në asnjë sekond, në asnjë mendim sa më i vogël nuk gabon, nuk bën mëkat, nuk bën gabime, nuk bën asnjë gjë të keqe. Që do të thotë është i qëndrueshëm. Nuk është i lëkundur, nuk lajthitet ndonjëherë. As në sjellje, as në mendime. As në veprime, në asnjë aspekt. Nuk gabon asnjëherë. Mendo për njeriu më i mirë. Personi më i mirë që njeh ti, që ti thua sa moral janë, sa njerëz, sa të mirë janë, prap gabojnë apo jo? Patjetër. Të gjithë ne lajthitemi, gabojmë, mëkatojmë. Jezusi jemi njerëz. Është e pamundur të jemi të përsosur. Po ai është shkëmb, është një shkëmb që nuk lëviz, nuk lëkundet. Është i mirë dhe gjithmonë është i mirë. Nuk ka ditët që ngrihet, si thonë, me mërzitur ose me humor jo të mirë. Jo, është gjithmonë i mirë dhe këtë duhet të mbajmë mend që nuk është si ne në këtë aspekt. Është i qëndrueshëm, nuk lëviz. Është i mirë dhe do mbetet i mirë për gjithmonë. Duhet jetë e kundërta, besoj. Ne si njerëz duhet të përpiqemi të përngjasojmë atij edhe. Patjetër. Dhe kjo është thirrja jonë të jemi si ai, të jetojmë si Krishtin. Tani në librin e zbulesës, aty ku flitet ose përdore këtë frazë, Zoti është besnik dhe i vërtet, dhe flitet për Jezusin në zbulesën. Flitet për besnikërinë e tij për të mposhtur të keqen dhe vdekjen që ekzistojnë në këtë botë. Se në fund të shkrimit të shenjtë në librin e zbulesës krahason dy mbretërit ose dy perandorit, atë të qiellit, të Krishtit dhe atë të botës. Mbretërinë e botës gjithmonë shfrytëzon njerëzit, gjithmonë është egoist, gjithmonë kërkon përfitimin e vet. Kërkon të shfrytëzojë njerëzit që të ngrihet lart dhe më lart. Domethënë sukses në kurrizë të tjerëve, të njerëzve. Kurse mbretërinë e qiellit është plotësisht e kundërta. Sakrifikon. Dorëzon veten për të tjerët, që të tjerët të përfitojnë. Dhe mbretëria e Jezusit funksionon në këtë mënyrë, ndryshe nga të gjithë mbretëritë që kanë ekzistuar o do ekzistojnë. Prandaj është edhe e përjetshme. Po. Edhe do të thotë kur thua që Jezusi është besnik dhe e vërtet që Jezusi lufton për të vërtetën dhe të mirën dhe do ta bëjë këtë në mënyrë besnik për të gjithë njerëzve. Do të luftojë për ne, por jo vetëm ne, që themi jemi të Krishtit ose jemi besimtar, por për gjithë botën. Ai gjithmonë do të luftojë për atë çfarë është e mirë dhe e vërtet për të gjithë njerëz.
Pastor, patjetër jemi sot këtu për të ndarë edhe më shumë nga mesazhi i Pashkës, edhe në pozicionin tënd si pastor, por dua të di diçka tjetër, ndoshta edhe dëgjuesit më personale, si e përjeton ti këtë periudhë të Pashkës, së bashku edhe me familjen tënde? Normale që për ne si të krishterësh një nga sezonet më unik, më kuptim plot e gjithë vitit. Përveç shërbeset e veçanta që kemi në kish, shërbesin e të premtes së zez, ose... Të premtes të mirë që ne... Të mirë, po, janë të dy bashkë, dhe të ringjalljes, marrin gjithë muajin në fakt, gjithë muajin ose 40 ditë për të fokusuar në kuptimin e Pashkës. Në Korç ose në botën ortodoks quhet kreshme, në anglisht Lent, është një kohë ku agjerojmë, ku lejmë gjërat me njanë, që të fokusohemi më shumë tek Krishti, dhe pikërisht këtë kemi bërë edhe përpiqemi të bëjmë çdo ditë si familje, të fokusohemi dhe të kujtojmë arsyeën e ardhjes së Krishtit, kuptimin e vdekjes së tij. Po, kështu që është A ka një moment në jetën tënde ku ke parë besnikërinë e Perëndis në një mënyrë më të thellë, edhe më personale, ndoshta edhe kur nuk mund ta kesh kuptuar menjëherë, jemi njerëz. Sa më gjatë të jem përpjekur të ndjej Krishtin me jetën time, të jem besnik çdo ditë, ta kërkoj atë çdo ditë, jetoj për ta dhe si ata. Kam arritur të kuptoj këtë gjë, Kela, që jeta nuk është e lehtë, është luftë. Nuk është e lehtë, pra askush, dikush më shumë, dikush më pak, por jeta nuk është kollaj, është e vështirë, nuk është, siç thoni ju, ose themi ne, nuk është fush me lule. Dhe nuk na është premtuar në Bibull një gjë e tillë. Lere çfarë predikojnë, çfarë thonë plot njerëz, jeta nuk është kollaj. Krishti ka thënë vetë me gojën e tij, do të hasi mundimet, tundimet, vështirësitë nga më të ndryshme. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Ose çfarë duhet të kujtojmë? Atë çfarë na është premtuar, është besnikërinë, dashurinë, mirësinë e Perëndis në jetën tonë të përditshme. Këtë gjë duhet të kujtojmë. Dhe unë e shoh besnikërinë e tij për të përgjigjur pyetjen e Perëndis çdo ditë, dhe nuk dua që kjo të duket si një përgjigje, si thoni ju, klishe. Po, klishe, ose thjesht për të shmangur në një shembull personal, po sinqerisht në kaq vite sa kam unë në besim, kam kuptuar këtë gjë që çdo ditë shoh besnikërinë e Perëndis në jetën time. E shoh besnikërinë e tij çdo ditë, ndërsa ai vazhdimisht më tërheq drejt vetes. Jam i bindur më shumë sot se kurrë që nuk jam ai që kërkoj Perëndin, aq shumë sa është ai që më kërkon mua. Dhe më kujton, ja ku jam? Do më kërkosh sot? Do ecësh me mua sot? Do jetosh si mua sot? Më kujton çdo ditë këtë gjë. Unë vetë, si Shon, nuk do ta kujtoj Perëndin. Jam i bindur për këtë gjë. Jemi njerëz, edhe kemi shumë shpërqendrime, kemi shumë egoizëm, kemi shumë dëshira që shkojnë kundër Perëndis, jo drejt Perëndis. Kështu që unë shoh besnikërinë e Perëndis në jetën time të përditshme nga fakti që ai çdo ditë më kujton që ai ekziston, që është me mua, dhe është duke më tërhequr pranë vetes së tij, me fjalë të tjerë, është duke më shpëtuar çdo ditë. Është shumë interesant, ejtrit e hershëm të kishës besonin se shpëtimi nuk është një ngjarje që ndodh një herë në jetën e një individi. Kur themi, po Jezus unë besoj, edhe bëjmë një lutje që s'është as në Bibël. Lutu me këto fjalë dhe do shpëtosh. Kjo s'është në Bibël. Krishti thot jeto si unë, jetoni si unë. Dhe ejtrit besonin që shpëtimi është një akt
i përditshëm i Trinisë të Shenjtë në jetën e individit. Edhe predikonin këtë gjë që ne jemi duke u shpëtuar çdo ditë. Jo një herë në jetë, por kemi nevojë për shpëtimin e Perëndis çdo ditë. Edhe në këtë shohim besnikërinë e tij, që është gjithmonë duke kërkuar që ne të jemi pranë tij. Gjithmonë kërkon që ne të jemi pranë tij. Nuk është ai që është larg, Nuk ka praktikë, është gjithmonë. Por jemi duke na ne kërkuar. zakonisht që largohemi. E vërtet. Edhe në këtë shohim besnikërinë e tij që është gjithmonë duke trokitur, gjithmonë duke kërkuar që ne të jemi në një marrëdhënie të ngushtë, plot dashuri me të. Të falenderoj shumë që e soll edhe në këtë këndvështrim për të ndarë edhe më shumë nga vetja, por mbi gjitha për ta përcjellë këtë mesazh tek gjithë ata që kanë mundësi për të na dëgjuar. Soni vërtet je shumë inkurajim për gjithçka që ndan, nuk ta them këtë sepse jemi së bashku në një bisedë, por je duke ndikuar edhe tek unë dhe tek gjithçka që ti je duke përcjell në këto momente. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe më tepër tek pritja, tek pasiguria, tek të gjitha ato momentet e vështira që ne si njerëz mund të kemi dhe se si duhet jemi gjithmonë edhe më pranë Perëndis për te një periudhe të veçantë sikurse është Pashka. Por në këto momente shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Unë dorëzohem, kënduar nga Gloria Nure.
Dorëzohem, është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me pastor Shonin. Jemi duke parë më tepër në këtë javë të veçantë të Pashkës mbi besnikërinë, por edhe mbi dashurinë e Perëndis. Dhe në fakt kur ndodhemi, unë e kam quajtur në atë stinën e pritjes, kur kemi dhimbje, kur kemi pasiguri, jam e sigurt se cili prej nesh është ndjer i tillë. Si mund të mbështetemi tek Perëndia duke i besuar se ai qëndron i njëjti dhe është besnik pavarësisht me çfarë ne jemi duke u përballur? Do ta përsëris prap idenë e që duhet të kujtojmë vazhdimisht se Zoti është i shenjtë dhe nuk është si ne. Nuk është hileqar, nuk është egoist, s'kërkon përfitimin e tij personal në asnjë moment. Është i përsosur, është besnik dhe plotësisht i dashur. Çfarë duhet të përveç të kujtojmë që ai është i tillë, duhet të mos neglizhojmë të qenit në prezencën e tij. Të kalojmë kohë me fjalët të përditshme. Të kalojmë kohë në prezencën e Perëndis, të s'duhet të neglizhojmë të kaluarit kohë në qetësi, në meditim, në heshtje, në lutje mund të themi ndryshe, në leximin e Biblës, po ndonjëherë është thjesht kaq. Unë do marr 5 minuta, gjysmëor. Mos bëhemi shumë të shenjtë, një orë. Jo, 5 minuta. Të kaloj kohë në qetësi, thjesht që të meditoj dhe të mendohem për Zotin. Që fokusi im të jetë tek ai, që mendja ime të stërvitet, të trajnohet, të krijoj këtë disiplinë në jetën time që unë duhet të qëndroj, të fokusohem sa më shpesh tek Perëndi. Diçka që ne neglizhojmë shpesh, dhe më pas pyesim, Zot ku je? Kalojmë sfidat, kalojmë vështirësitë dhe pyesim, Zot ku je? Pse më braktise? Po nuk është ai që na ka braktisur, po jemi ne që kemi neglizhuar të kaluarit kohë me ta. Dhe të mos e vështirësojmë shumë të kaluarit kohë me Perëndin. Nuk ka të bëjë shumë me sasin se sa me cilësin. Mund të lexosh 3 orë Biblën dhe mund të mos kesh qenë fare në prezencën e Perëndis. Më kupton? Se ke lexuar jo si një shkrim i shenjtë, si një libër. Ku do përjetosh praninë e Perëndis, vullnetin e tij, zemrën e tij, por e ke lexuar tamam, si një libër. Si një libër historike ose i thjesht për të fituar njohuri për veten tënde. Por nëse e kalojmë një kohë cilësor me Perëndin, qoftë edhe thjesht në heshtje, në qetësi, në dhomën tonë, shpesh herë ulem në buzë krevatit, si thoni ju, para se të ngrihem, të filloj të ndihmoj kalamajt ose të përgatis mëngjesin për ta. Ulem aty edhe thjesht them lutjen e Atit, Ati ynë që je në qiell. Edhe është koha ime në mëngjes, 5 minuta, është as 5 minuta, rrezik është 2 minuta. Që thjesht trajnoj mendjen time të fokusoj tek prezencën e Perëndis. Kaq, është shumë e thjeshtë. Jo se s'duhet të kalojmë më shumë kohë me Perëndin, patjetër, nuk po them këtë gjë që mjafton 2 minuta në ditë edhe kaq, jo. Sa më shumë kohë të kalojmë me Perëndin, aq më shumë do disiplinojmë veten tonë, edhe mendjen tonë dhe shpirtin tonë të jenë të fokusuara tek Perëndia. Dhe kjo është atë që duhet të mësojmë, sepse kur vijnë kohë të vështira, mendjen tonë, nëse nuk është stërvitur, nëse nuk është disiplinuar mendja, shpirti, gjithë qenien ton, në kjo gjë, të kalojmë kohë me Perëndin, do shkoj gjatë, do kërkoj ndihmë gjatë, do fillojmë të fajsojmë Perëndin për ato që kalojmë dhe do harrojmë që ai në fakt është me ne në mes të sfidave që kalojmë, në mes të vështirësitë të ndryshme që kalojmë. Ai është bashkë me ne. Bibla thotë që ai është duke vojtur me ne, duke mbajtur barën ton, dhimbjen ton.
Kjo është një nga kuptimet e kryqit. Po. Që ai mbarti dhimbjet tona. Jo vetëm mëkatin, jo vetëm vdekjen, por edhe dhimbjen ton, sikletin ton, të gjithë problemet tona. Dua të lexoj një shkrim nëse është okay. Patjetër. Isaia 26 vargu 3 thot: mendjes që pushon tek ti, tek Perëndia, ti i ruan në një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim tek ti. Dhe kjo ka të bëjë me atë stërvitjen që bëjmë në frymë. Stërvitemi që mendjen gjithmonë të jetë të pushuar në prezencën e Perëndis. Ne kemi paqe sepse i dim edhe nuk harrojmë që jemi me Perëndin. Tani nuk është aq kollaj, edhe unë sfidojmë çdo ditë për të bërë këtë gjë. Kjo është besoj një luftë që do të hasim gjithë jetën tonë. Të mos neglizhojmë këtë zakon, këtë disiplinë në jetën tonë. Por një gjë tjetër që ne shpesh neglizhojmë është komunitetin ose bashkësi. Dhe dua të them që ne jemi krijuar për të jetuar në bashkësi me kishën e Perëndis. Kishën e Perëndis nuk është një godin, një ndërtesë, por jemi ne që besojmë, që ndjekim Krishtin, kishën e tij. Dhe jemi krijuar të jetojmë besimin ton jo si individ vetëm, por në bashkësi me njëri tjetrin, që do të thotë kemi nevojë për ndihmën e njëri tjetrit. Kemi nevojë të sfidojmë njëri tjetrin, kemi nevojë për forcën, për kurajon, për inkurajimin e njëri tjetrit gjatë gjithë kohës, por veçanërisht kur jemi duke kaluar një kohë të vështirë. Dhe çfarë bëjmë ne? Duam të hiqemi sikur jemi të fortë, kur jam i Zotit të përballem me gjithçka që mund të has në këtë jetë, edhe nuk kërkoj ndihmë prej kelës, prej bashkëshortës sime, prej kishës, prej miqtë e mi, sepse unë jam i Zotit, unë jam me Zotin, unë kam besim. Jo, nuk jemi krijuar për një jetë të tillë. Jemi krijuar të kërkojmë ndihmë. Dhe fatkeqësisht shpesh në kishat tona protestant flas, theksojmë më shumë se duhet individualizmin. Kishën e parë, lexonin në Veprat e Apostujve, qëndronin bashkë, ndanin gjithçka bashkë, mbarren e njëri tjetrit. Nëse brenda nesh, në ne, banon plotësinë e Perëndis, frymën e tij, atëherë kur ne ndihmojmë njëri tjetrin, Perëndia është duke vepruar nëpërmjet ne. Perëndia përdor njerëzit për të ndihmuar, si thon, njëri tjetrin në kohë nevoje. Nuk kemi krijuar të kalojmë sfidat vetëm. Jezus në kopësht u lut miqve të tij më të ngushtë. 3 herë i lut. I është lutur miqtë e tij, qëndroni me mua. Rrini zgjuar me mua. Madje thot që shpirti im është pikolluar, ndihem sikur do vdes thot. Aq keq është ky moment që po kaloj. Jezusi vet, imagjinoni, kërkoi ndihmë. Jo vetëm prej Atit, patjetër edhe prej Atit kërkoi ndihmë. U lut Atit 3 herë, po dhe 3 herë kërkoi ndihmë nga miqtë e tij. Nga miqtë e tij, qëndroni me mua. Kam nevojë për mbështetjen tuaj, kam nevojë për inkurajimin tuaj, kam nevojë të di që nuk jam vetëm. Këtë shohim në jetën e krijuesit vet. Në fakt, Pashka na kujton se Perëndia nuk e haron premtimin e tij, edhe në vazhdimsi të kësaj që ti ishe duke ndarë edhe në ato momentet kur ne jemi të dobët, kur jemi në dhimbje, kur jemi poshtë, si mund të jetojmë këtë të vërtet çdo ditë, jo vetëm në këtë javë të veçantë të Pashkës, ku ndoshta ne kemi më shumë mundësi për të reflektuar, për të fokusuar tek Perëndia, tek vepra e tij në kryq, por çdo ditë jetës sonë. Kela, besoj se shpesh herë ngatrojmë besnikërinë tonë me besnikërinë e Perëndis. Dhe me këtë dua të them që matim, mund ta themi kështu, me atë metrin ton, me mendjen ton.
por dhe mendojmë që nëse nuk jam besnik unë, Zoti do pushoj. Sepse e shohim si në këto marrëdhëniet njerëzore që Po. që krijojmë. Po. Nëse unë neglizhoj ose nuk jam kaq besnik, Zoti do heq dorë. Po Zoti nuk vepron si ne, edhe një herë do ta përsërisim shumë herë sot. Nuk vepron si ne, këtë gjë bëjmë me njëri tjetrin. Ti më lëndon, ti më mërzit, dhe unë do të tregoj ty që ti më ke, po, që ti më ke bërë keq. Zoti nuk vepron kështu. Është plotësisht i mirë, i dashur, jo egoist. Dhe nuk duhet të ngatrojmë besnikërinë e Perëndis me besnikërinë tonë. Kur ne nuk jemi besnik, ai gjithmonë është besnik. Kur nuk jemi plot dashuri ndaj ti, ndaj njëri tjetrin, ai gjithmonë mbetet plotësisht i dashur. Bibla thot Perëndia është dashuri. Nuk di se si të jetë ndryshe. Kështu që mirësia e Zotit ose besnikërinë e tij nuk varen nga ne. Është i tillë sepse është karakteri i tij, që nuk ndryshon. Kur ne nuk jemi besnik, ai mbetet besnik. Është gjithmonë besnik. Më mirë të lexoj një shkrim në Hebrejve 13 thuhet kështu. Pjesën e dytë thot: nuk do të lej vetëm, as nuk do të braktis. Kështu mund të themi me guxim, Zoti është ndihma ime dhe nuk do të kem frikë. Ç'mund të më bëj njeriu? Dhe pjesa më e rëndësishme është kjo. Zoti është me mua dhe nuk na braktis asnjëherë. Që do të thot gjatë sfidave që ne kalojmë në këtë jetë, ai është me ne. Duke kaluar këto sfidat, këto ligësit, këto problemet që hasim në këtë jetë, ai është duke kaluar bashkë me ne të gjitha. Të gjitha. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe pak më tepër tek shpresa që ne kemi në Krishtin e ringjallur, por në këtë moment shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, rikthehemi vetëm pas pak në studio. Jezus Krishti, është rasta i namrot, shprivilegjti shpijen Zoti, çdo gjë që zemrën a lëndon. O, ç'gëzim shumë e largojmë, o, ç'mundim e heqim kohë, vetëm se s'ja bëjmë të njohur, me lutjen tonë të madhit Zot. Kemi nga sjellë mundime, kemi mush me hidëri, letja bëjmë të njohur Zotin, na duron ai gëzi. Gjejmë dot një mik të tillë, tjetër mik si Zotin Krisht. Jo pra zemrën hap tregoj, ç'të mundon ty kotësi. Në jeton në i ngarkuar, edhe parën nuk bandon. Ngrilar sytë dhe shiko Zotin, vetëm mos mundo më kohë. Të mërzisi njerëzia, nuk të mbeti dhe një mik. Thuaj atë të gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Të mërzisi njerëzia,
besnik. Thuaj ja të gjitha Zot. Çmiknë është Jezus Krishti, një këngë vërtet shumë e bukur e cila lidhet patjetër edhe me atë që së bashku me Shonin jemi duke ndarë në ditën e sotme. Perëndia është miku më besnik. Prandaj në kuadër të kësaj Shoni, si lidhet besnikëria e Perëndisë me shpresën që kemi në Krishtin e ringjallur dhe nga ana tjetër si mund të bëhemi ne vetë dëshmi e kësaj besnikërie edhe për të tjerat. Perëndia bëri atë që premtoi. Aq e thjeshtë është. Çfarë është profetizuar në 10 vjetër në lidhje me shpëtimtari, me Mesin, me Jezusin, e shohim të gjithë të përmbushur, përmbushura në vdekjen dhe ringjalljen e tij. Lexoni Isaiën 53, Psalmi 16 dhe plot të tjerë. Nuk e mbajnë më numrin, po qindra profecit për Mesin, për shpëtimtari që janë dhënë në 10 vjetër janë përmbushura në 10 e re, në jetën e Krishtit. Kjo është faktuar. Që 700 vjet para ardhjes së Krishtit janë dhënë këto profecit edhe janë përmbushur. Pikërisht çfarë është thënë që do të ndodh, ka ndodhur. Dhe kjo na tregon besnikërinë e Perëndisë që ai bën atë që thotë. Nuk është si ne, edhe njëherë, nuk është si ne që shpeshherë themi, do bëjmë diçka edhe bëjmë ndryshe. E neglizhojmë, e bëjmë ndryshe ose nuk e bëjmë fare. Perëndia bën atë që thotë. Edhe në këtë tregon që është besnik, është i qëndrueshëm. Dhe është i tillë gjithmonë. Tjetër gjë që duhet të kujtojmë është që Bibla thotë Jezusi është imazhi i Perëndisë së padukshëm. Jezusi? Po. Jezusi është imazhi i Perëndisë i padukshëm. Që do të thotë, kur shohim Jezusin, shohim Perëndin. Kur shohim karakterin, sjelljen e Jezus Krishtit, kur ishte në tokë, kuptojmë si është Perëndia. Dhe për atë ka ardhur Krishti, që të na tregoj kush është Perëndia, të na tregoj si është Perëndia, në sjelljen e tij, në mendimet e tij, në gjithçka, aq sa mund të kuptojmë në këtë jetë, se është për te, asaj që ne mund të aq i madh Perëndia sa kemi për ta kuptuar plotësisht në këtë jetë. Por në Jezus Krishtin, thuhet në Kolosianëve edhe një herë, që shohim kush është Perëndia, si është Perëndia. Që do të thotë, kur shohim Jezusin, shohim Perëndin. Dhe nëpërmjet Krishtit shohim sa besnik është Perëndia. Shohim sa i madh është dashurinë e tij. Si ndjekës së Krishtit, si ndjekësit e tij, kur ne jetojmë, është shumë e thjeshtë, por aq e vështirë ndonjëherë, kur ne jetojmë si Jezusin, ne tregojmë besnikërinë e tij. Kur ne themi çdo ditë po Jezusit, kur marrim atë vendim të jetojmë për ta dhe si ta, ne tregojmë besnikërinë e tij të tjerëve. Njerëzit të tjerë do arrijnë të kuptojnë kush është e si është Krishti, jo se predikojmë bukur, por sepse jetojmë si ai. Jetojmë bukur. Kur kemi një dashuri që s'është egoist, kur jemi besnik edhe kur tjetrin nuk është besnik, kur ne falim edhe kur të tjerët nuk na falin. Kështu që ne tregojmë Krishtin nëpërmjet jetës që ne jetojmë, po. Tani një shpeshherë njerëzit thonë që ne jemi si ambasadorët e Krishtit. Por kur mendoj për një ambasador, jam amerikan, mendoj për një ambasador. Mendoj për një ambasador amerikan. Një ambasador amerikan përcjell çfarë? Vullnetin dhe agendën e presidentit amerikan. Momentin që presidenti i ri mori zyrën në shtëpinë e bardhë,
të gjithë fotot, të gjithë lajmet, të çdo gjë publikuar në faqen e ambasadës në Tiranë, çdo gjë absolutisht ka ndryshuar për të përcjell vullnetin E të riu të zgjedhur. të presidenti i ri që është. Tani një ambasador nga që vjen për të përfaqësuar një shtet, një komb, gjithmonë vjen me agjenden e tij. Edhe gjithmonë është një agend egoist. Lere që kanë projekte të ndryshme, zhvillimi ose bamirësie, gjithmonë një ambasadë është në një vend të huaj, një shtet ka një ambasadë në një vend të huaj për intereset e tyre. Për influencën, për gjithë shka tjetër. Nuk kemi për të kuptuar plotësisht, besoj në njerë, por gjithmonë kanë intereset e tyre personale. Ndryshe nuk do shkonin, nuk do dilin për te kufive. Dhe çfarë dua të them, ne nuk kemi ambasador në këtë kuptim. Që ne përpiqemi të bëjmë diçka për egon ton ose për egon e Perëndis. Jo. Është më mirë të themi që jemi Ai nuk është egoist. Po, më mirë të themi që jemi Jezusët të vegjël. Që në këtë jetë ne nuk vim si ambasador, vim si njerëz plot dashuri, njerëz që nuk lëkunden, njerëz që janë besnik, që kanë tërë cilësitë ose përpiqen të kenë tërë cilësitë e Krishtit. Dhe nëpërmjet një sjellje si atë të Jezus Krishtit, ne do tregojmë mirësinë e tij, besnikërinë e tij. Dhe ndoshta për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe për shumë arsye mund të ndihen të lodhur, ndoshta edhe të zgënjur nga njëri tjetri, nga vetja her pas here. Çfarë do t'ju thoshe sot në këtë javë të veçantë të Pashkës? Mbi të gjitha për Perëndin i cili nuk dorëzohet kur kundrejt asnjërit prej nesh. Edhe njerë jeta është shumë e vështirë dhe do desha t'ju thesha sot që në Krishtin jeta bëhet një fushë me lule, po thamë që nuk është i tillë. Jeta është më mirë me Krishtin, ka kuptim plot, ka shpresë pafund me Krishtin, po nuk do të thotë që rrethanet e jetës bëhen më të lehtë. Atë që do thesha është mbauni, mos dorëzoni, mos hiqni dorë, edhe pse i duket, siç thot Jezusi kur ishte në kopësht, sikur unë do vdes. Këtë thot Krishti, lexoni fjalët e Krishtit, hapni Biblën sot tek Mateu 26 dhe lexoni vetëm ngjarjen kur Jezusi ka qenë në kopësht. Është një histori aq trishtuese, faleminderit, se sa është edhe plot shpresë. Sepse Jezusi thot, kështu ndihem aq keq, tërbëlluar, trishtuar në shpirt, plot ankth, plot emocionet shumë të rënda. Dhe në të njëjtën kohë thot, vullneti yt u baft. Jam me Perëndin, Perëndia është me ne dhe jam gati të përballem me çdo gjë, sepse Perëndia është me ne. Ai ishte në praninë e Perëndis. Kështu që besoni besnikërinë e Perëndis, sidomos kur jeni gati të hiqni dorë. Mundoni të kujtoni vetes që Perëndia nuk është larg, është afër, është besnik, është plot dashuri. Dhe kujtoni gjithashtu që Jezusi vojti aq sa s'ka. Nuk ka vojtur aq sa ne, mos them edhe më shumë. Kush prej ne është kryqëzuar ndonjëherë? Është tradhëtuar siç Krishti u tradhëtua. Që do të thot ai u përball me ligësitë pafund, tundimet e tjera. U përndoq, u përbuz. Po. Dhe ai kupton për shkak se ka kaluar të gjitha këto sfidat, ligësitë, ai kupton çfarë ne po kalojmë në këtë jetë. Çfarë mund të jetë duke kaluar një nga dëgjuesit e radios sot, ai kupton. Ai kupton dhe është bashkë me ta në këtë moment shumë të vështirë që po kalojnë. Çfarë duhet të bëjmë është duhet të kërkojmë ndihmë. Jezusi kërkoi ndihmë.
rini zgjuar me mua. O atë, po është e mundur, hiq prej me këtë kup, kërkoj ndihmë prej atin e ti, siç mund të bëjmë edhe ne, o Zot, nuk përballoj dot këtë situatë. Hiq prej me këtë situatë. Po jo siç dua unë, u bë vullnetin tanë më mirë. Dhe kërkon ndihmë Edhe nga miqt. Nga miqt. Këto dy gjëra të bëri Krishti. Nuk është, si thonë, është shumë e qartë në shkrim. Dhe këtu hynë familjen e besimit, të kishës, bashkësinë, edhe njerë. Ne jemi krijuar për bashkësi, jemi krijuar për njëri tjetrin. Dhe kisha nuk është thjesht për të qenë një vend, një program, një shërbes ku ne shkojmë një herë në javë, për disa është një herë në muaj, për disa të tjerë është një herë ose dy herë në vit. Është një vend ku ne duhet të mësojmë të jemi mbështetje për njëri tjetrin, inkurajim për njëri tjetrin, inkurajim në besim, por edhe në rrethanat e jetës. Po. Perëndia është gjithmonë afër. Ndonjëherë duket sikur është larg, por nuk është. Nuk është larg Perëndia asnjëherë. Kur thot Bibla, ai nuk do t'ju lej vetëm dhe nuk do t'ju braktis. Nuk ka rëndësi kush jemi, çfarë kemi bërë ose çfarë nuk kemi bërë. Ai është me ne, sepse është dashuri, është besnik. Dhe jemi krijuar të gjithë njerëzve, pavarësisht jemi në kish apo jo, jemi besimtar apo jo, të gjithë jemi krijuar sipas imazhin e tij. Në një farë mënyrë jemi të gjithë fëmijët e tij. Disa me të drejta të plota, disa jo, por dëshirën e tij është që të gjithë fëmijët e tij të kthehen dhe të jenë fëmijë që trashëgojnë të gjithë të drejtët e tyre si fëmijët, si njerëz që janë krijuar në imazhin e tij. Bibla thot ai nuk dëshiron që asnjë të humbas, po të gjithë. Dhe diku në mendjen tonë ne mendojmë që disa meritojnë, disa s'meritojnë. Bëjmë këto dallimet njerëzore. Po në zemrën natyrore të Perëndis është ajo dëshirë që çdo prind ka, që fëmijët ti ketë të jenë pranë ti, të jenë bashkë me ta. Të jenë sa më mirë. Po. Shoni, duke qenë se po mbrim edhe në fund të bisedës sonë në studio, cili do të ishte në fund një urim apo edhe ndoshta një mesazh që do të ndash. E di që e gjithë intervista ka qenë me mesazhin. Cili është urimi që ti ke? Jo, urimi im është që ne të mbështetemi më shumë tek Perëndia, tek faktin që ai është besnik dhe plot dashuri dhe ai do më shumë se ne që ne të jemi pranë tij. Të mbështetemi më shumë tek besnikërinë e tij, tek dashurinë e tij, sesa tek besnikërinë tonë. Ne kemi mundësinë të jemi disi besnik për shkak se ai është plotësisht besnik ndaj nesh. Nëse nuk ishte besnik Kela, ne nuk do ishim as me besim, as me asgjë. As me dashuri, as me vërtet. Aftësinë tonë për të besuar tek Perëndia është për shkak se ai është besnik dhe na deshi I pari. Imagjino, vetë na ka dhënë mundësinë që ne të besojmë tek ai. Nuk është meritën tonë as pak. Ne falenderojmë atë, ne e pranojmë atë dhe ecim me të, por të gjitha është fal besnikërinë e tij, dashurisë e tij. Kështu që urrimi im është mbështetuni tek mirësinë e tij, besnikërinë e tij dhe po, mos hiqni dorë. Vazhdoni me Perëndin, sepse nuk ka rëndësi se çfarë mund të bëni ju me Perëndin, ai do mbetet gjithmonë bashkë me ju. Ashtë me ju gjithmonë. Gëzuar Pashkë të gjithëve dhe Zoti ju do shumë. Kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme për gjithçka që ke ndarë. Je gjithmonë mirëpritur pse jo për të ndalur edhe tek tema të tjera shumë të rëndësishme për t'i trajtuar edhe për t'i përcjell tek të gjithë ata që ndjekin Radio Manuel dhe që na dëgjojnë nëpërmjet gjitha alternativave që ne kemi. Gëzuar Pashkën, edhe një herë kënaqësi që ishim bashkë sot. Faleminderit shumë. Gëzuar të gjitha. Ne do të shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Shërbëtori Mbret nga kisha ungjëllore Livonik Maliq. Do të rikthehemi së bashku vetëm pas pak për të vazhduar minutazhin e programit Muzik Plus në ditën e sotme.